Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Falenderimet, lavdrimet, adhurimet, hamdi i qoftë vetëm Allahut Azza wa Jall, ndërsa salavatet dhe selamet të përzemërta i dërgojmë shëmbëltirës tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allah na bëj prej tyre, amin. Vëllezër të dashur besimtar, tema të cilën fillimisht e përkujtoja veten time, pastaj inshallah taala do t'ju përkujtoj edhe juve, ka të bëjë me temën historia e Karunit. Vëllezër të dashur, Allahu Gjelleshanuhu na rrëfen historinë e popujve të kaluar. 1/3 e Kur'anit, 1/3 e Kur'anit është rrëfim historish, do të thonë 1/3 e Kur'anit është histori e popujve të kaluar. Allahu i lartësuar na rrëfen historitë e popujve të kaluar, sepse është metoda më e mirë për ne që të marrim mësim e shembuj se si ne duhet vepruar. Çfarë thot Allahu në Kur'an? Nahnu naqussu alejke ahsanal qasas. Dhe ne të rrëfejmë ty rrëfimet, tregimet, historitë më të mira. Bima auhajna ilejke hadha al-Kur'an, nëpërmes shpalljes ty këtë Kur'an. Wa in kunte min qablihi laminal ghafilin. Edhe pse para se ne ty të ta shpallim këtë Kur'an, ti nuk kishe njohuri, ti nuk dije për historinë e popujve që ishin para teje. Ndërsa ne sot, inshallah ta'ala, do të jetojmë nën historinë e Karunit, njerit nga Benu Israilet, i cili ja ktheu shpinën popullit të tij dhe u bë mendjemadh, arrogant, për arsye të pasurisë së madhe që e kishte dhe ndikimit të tij në pushtetin e Firaunit. Allahu Gjelleshanuhu rrëfimin e ngjarjes historisë së Karunit më detajisht në rrëfen në surën 28 të Kur'anit familjarët, surja 28, nga ajeti 76 deri ajeti 83. Të shohim se ç'thot Allahu i lartësuar dhe çka rrëfen Allahu i lartësuar për Karunin. Ai thot kështu: Inne Karune kane min qaumi Musa. Vërtet, pra Karuni ishte nga populli i Musait alayhis salam. Do të thonë, nuk kishte përjardhje të popullit kopt të Egjiptit, por se ishte nga Benu Israilet, nga populli Benu Israil, pra nga hebrejt. Febega alejhim, por ai u soll me popullin e tij me arrogancë dhe mendjemadhësi. Edhe pse ishte nga lëkura e tyre, edhe pse ishte nga fara dhe fisi i tyre, ai përsëri ja ktheu shpinën popullit të tij dhe u bë arrogant, mendjemadh
zullumqar kundrejt popullit të tij. Për atë vrasja e birit tënd, që është bi i popullit tënd, zullumi i tij është më i rëndë se sa vrasja dhe zullumi i popullit armik. Pastaj thot Allah: "Wa ataynahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa." Dhe ne, thot Allahu, i dham aq shumë pasuri. Pra, e veçori e këtij ka qenë që Allahu i ka dhënë këtij jashtëzakonisht pasuri të madhe. Jashtëzakonisht pasuri të madhe, sa që çelsat e arkave të tij, çelsat e arkave të tij është dashur t'i mbartin shumë burra të fuqishëm. Jo 1, 2, 3, po një grup burra shumë të fuqishëm të mbartin vetëm çelsat e arkave të tij. A paramendojmë se sa kanë qenë arkat e tij dhe pasuria e tij në ato arka. Pra pasi që Allah e përmend, për vërtet e ka qenë jashtëzakonisht i pasur. Idh qale lahu qaumuhu la tafrah. Shifi? Idh qale lahu qaumuhu la tafrah. Mirë po, populli i tij, bit e lëkurës së tij, gjakut të tij, i thënë: mos mirënjohës nga Allahu. Mos u bëj mendje madh kundrejt Allahut. Mos u bëj arrogant me pasurinë tënde. Mos të shtyj pasuria jote që ta ka dhënë Zoti e ti të bëhesh i padrejt, të bëhesh arrogant, madje ndaj kujt? Ndaj vet popullit tënd. Madje ndaj vet popullit tënd. Inna Allaha la yuhibbul farihin. Vërtet që Allahu nuk i don ato që ngazëllohen, që janë arrogant, që janë të shfrenuar, dhe populli i tij e këshilloi kur e pa që Zoti kishte dhënë shumë, dhe kur e pan se ki doli nga linja e Zotit dhe mësimeve të tija, e këshilluan me këtë këshill. Vazhdon Allahu dhe na rrëfen në vazhdimsi ngjarjen e Karunit. Çfarë tha? "Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah." Shihni sa këshill e mirë. Dhe këtu Allahu na tregon edhe qëllimin që duhet të jetë në pasurinë tonë. E çfarë i tha populli i tij Karunit? Tha: "Dhe mos kërko me atë pasuri që ta ka dhënë Zoti ty përveç darul akhira, përveç botës tjetër." Pra mos kërko përveç botës tjetër. Pra me fjalë tjera, bëre pasurinë që ta ka dhënë Zoti. Çfarë të bëre pasurinë që ja ka dhënë Zoti? Sebeb për ta fitu ahiretin. Shif sa precis, o vëllezër të dashur e të shtrenjtë. Pasurinë që ta ka dhënë Zoti, ajo është e Zotit dhe ta ka dhënë ty ta përdorësh. Po si duhet sillemi ne me të? Ta shfrytëzojmë që në përmes asaj ta fitojmë ahiretin. Wala tansa nasibaka min ad-dunya. Shife mesin e art. Por mos harro edhe kënaqësinë dhe dëfrimin me atë që e ka bërë halal Allahu. Shif sa bukur. Pra, qëllimi final me pasuri kush është? Ta fitojmë ahiretin. Mirë, ç'tash? Ne a duhet
krejt çfarë fitoj ta jap unë në rrugt të Allahut për ahiret? Jo, nuk thot Zoti kështu. Nuk thot Zoti kështu. Po çfarë thot Zoti? Bëre një jetë, shfrytëzoje pasurinë për të fitu ahiretin, por mos u bëj edhe nga ata që ndalojnë kënaqësitë e kësaj bote të cilat i ka lejuar Allahu. Ja. Pra, të ka dhënë Zoti, kënaqu me atë që ta ka dhënë Zoti. Kënaqu, shfrytëzoje ashtu siç don ti brenda kufive të Allahut të lartësuar. Mirë po, le të jetë një jetë i tubimit pasurisë, le të jetë pasuria jote, ajo me të cilën ti do ta fitosh ahiretin. Wa ahsin kama ahsan Allahu ilejk. Dhe bën mirë me pasurinë tënde. Bën mirë me pasurinë tënde, ashtu siç bëri mirë Allahu ndaj teje. Shif, populli Benu Israil e këshillojnë birin e tyre që i dha Zoti shumë pasuri. Çfarë i thënë? Bëj mirë, ashtu siç bëri Zoti mirë me pasurinë tënde. Wala tabghi al-fasada fil ard. Shifni sa bukur? Wala tabghi al-fasada fil ard. Dhe mos bëj fesad, mos bëj marzira, mos bëj turbëllira, mos prish me pasurin tënde rendin në tokë. Që sa bukur ve subhanallah. Inna Allahe la yuhibbu al-mufsidin. Pse? Sepse vërtet Allahu nuk i do ata të cilët me pasurin e tyre prishin, bëjnë mëkat dhe bëjnë fesat në tokë. Nuk i do Allahu. Çfarë ishte përgjigja e Karunit, ministrit të dhe këshilltarit të Firaunit, kur populli i tij këshilloi me këto këshilla Karunin, një nga Benu Israilet, ndër më të pasurit që i përmend Allahu xhaleshanu. Cila ishte? A i dëgjoi Karuni këshillën e popullit të tij? Sot miliarderve, multimiliarder, sa janë, si di bashmir, ai që ka mas shumë tipare. Nëse ti e këshillon kështu si e kanë këshillu këtu vetë populli i tij Karunin, a do ta pranoj këshillën e tyre? Fatkeqësisht. Kjo histori vazhdon edhe sot e kësaj dite. Atyre që Allahu ju jep shumë nga pasuria e tyre, ata në të shumtën e rasteve largohen nga rruga e drejtë e Zotit. Rall janë ata të cilët ju jep Allahu miliarda edhe qëndrojnë stoik, vertikal në rrugë të Zotit. Njëjtë veproi edhe Karuni. Cila ishte përgjigjja e atij? Çfarë tha? Qale innama utituhu ala ilmin indi. La ilaha illallah. Shqipni ç'tash? Gjikonja ju vet. Çfarë ishte përgjigjja e tij ndaj popullit të tij që e këshilloi kështu? Tha, kjo tha më është dhënë mua, pasuria është e imja, dhe kjo më është dhënë me zgjuarsin time, me aftësin time, kjo më është dhënë me punën time dhe angazhimin tim. E walem ja'lem enë Allah kat ehleke min qabli. E këtu gaboj Karuni. Tha Allahu, a nuk kujton ai se kishte para ti edhe popull tjerë që kishin më shumë para se ai, kishin më shumë forcë se ai.
ishin më të Zotët se ai. Po kur ata dolën nga rruga e Zotit, nuk u bë pasuria e tyre përveç se shtim të dënimit dhe të merrit për të. Pse nuk e kujtove ti atë shembullin e popujve para, e të marrish mësim si përfunduan mendje mëdhejt pasanik që ishin para teje? Pse ndjek rrugën e tyre që të përfundosh të bëhesh helaq edhe ti si u bën ata? Min el kuruni men hua sheddu minhu quwwa wa aktharu jam'a. Pra që kishin më shumë kuvet, më shumë forë se ti dhe më shumë pare se ti. Wala yus'alu an dhunubihim al mujrimun. Mirë po mujrimunët, jo besimtarët, mëkatarët, kriminelët, as që duan t'i pyesish për mëkatet e tyre. E keni vënë re? Kur do të këshillësh, më njëherë i ndryshohet fytyra. Më njëherë fillon të urrej dhe mos të duroj këshillën, kur e këshillon të pasurin për diçka të mirë. Pra kriminalet, nëse e këshillon edhe nga dal, edhe shumë me mirësi, jo ti thuesh mos bën krim, po pak të heqish dorë ose ta lehtësosh, ai më njëherë të shpall armik, vrit një këtë, mbit një këtë se ki pushteti, pasunia, shkoj. Njëjtë veproj edhe Karuni. Fe kharaja ala qaumi. Një ditë u bë edhe më arrogant. Edhe më arrogant. Çfarë tha? Fe kharaja ala qaumi fi zinati. Doli para popullit të tij edhe çfarë bëni? Me zbukurimet më të mëdhaja, me atë pasurin më të madhe, krejt çfarë kishte, e nxori para popullit të tij me krejt atë luksin më të madh që ai e posedonte, edhe u tregua më arroganti që mundeshte. Qal alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya layta lana mithlu ma utiya Qarun. Subhanallah. Sprof. Nëse sot i këshillojmë tritë, trejat, jepni prioritet shpirtit, jepni prioritet edukatës, jepni prioritet sjelljes. Cila është përgjigja? Leni bre këto, shif pare, filani, falani ka pare dhe krije i ka krejt. Subhanallah. Subhanallah, kjo është mjerim. Kjo është humbje. Kjo është humbje. Sot, madje edhe sistemet shkollore, çfarë bëjnë? Nëse je në matematik dhe fizik, kimi i mirë, ti je perfekt. Fizik, kimi, matematik i mirë, ti je perfekt. Askush nuk e ka vënë në program shkollor, para se ta dish fizikën, matematikën, kimin, sa i sjellshëm je. Çfarë duhet një fizicien, një kimist, kriminal, që bën zbulime të shkatërimit njerëzimit? Çfarë duhet ai? Për atë duhet të jetë në programet shkollore, para se të jepet prioritet fizikës, kimis, matematikës, le të jepet sjelljes, edukatës, të paktën njerëzillëkut. Këto na mungojnë. Shif ku shkojmë sot. Të gjithë janë të orientuar me çdo kusht të fitojnë para. Dhe nëse i flet për sjellje, edukat, i duket se e shurdhon, i duket se e bezdis, nuk don të dëgjoj. Kështu nuk deshti të dëgjoj edhe Karuni. Po shifni si vazhdon rasti i tij. Kur doli ai në maksimumin e luksuzit, të pasurisë, e shfaqja të maksimumin, ata që ishin si këto të sodit, shifni, ata që ishin si këto të sodit,
që i dhanë prioritet para fesë, edukatës, sjelljes, i dhanë pasunisë, thanë, bre, shif sa bukur, bre, sa me fat Karuni, çfarë i ka dhënë Allahu nga gjithë kjo pasuri, si s'më bene mu që kështu si këti. Innehu ledhu hadhin adhim, vërtet që ki është më fat madhi, mësë shumë ti që ka fat. Wa qala alladhina utul ilme, bota nuk është e zbrazët, bota ka dhe burra, ka pas dhe ka. Ata që qëndruan stoik vertikal në burërin e tyre dhe ditën ti matin sendet, ata shpëtuan në dunja dhe në ahiret. Çfarë thanë? Dhe thanë ata që u është dhënë dije. Shifni ç'tash? Dija ma prioritet se pasunia, sjellja, edukata, tërbia, para krejtëve është. Para krejtëve është, pa përjashtim, pa mos e rrit, para krejtëve është. Dhe thanë ata të cilët ju është dhënë dije. Wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila saliha. Mirë tha për ju, që nuk e kuptoni se të qëndruarit në rrugë të Allahut, të qëndruarit në rrugë të Allahut Gjelleshanuhu. Pra, të qëndruarit në ibadet, në adhurim, në sjellje mirësi, në humanitet e ndihmë, të qëndruarit në njerëzillëk, është shumë e mirë se sa nga ajo që ju lakmoni, pra pasuria. Wala yulaqaha illa sabirun. Mirë po, atë nuk e ka fat përveç durimtarët. Se kërkon të durosh sot, kërshikrit këti luksi, kërshikrit këti niameti, begative që jemi, dhe të cilët çdo ditë shtohen, e çdo ditë nxiten se kush ma shumë dhe garojnë, do të ketë pasuri, dhe nuk flitet për iman, për fe, për din, për sjellje, për edukat, për tërbije, për njerëzillëk, atë sa ma shumë, kjo vazhdon, aq më keq është për ne dhe bitë tonë. Mirë po, lumjaj, i cili e kupton, e lexon shpesh historinë e Karunit që kishte shumë para dhe që i dha prioritet pasurisë dhe la anësh mësimet e fesë, la anësh sjelljen dhe të fitoj me pasurin ahiretin dhe të bëj mirë si që ka bërë mirë Allahu ati, këtë e bëjnë vetëm durimtarët, kërkon durim. Pse? Se sot nëse thunë në shoqëri fatkeqësisht, do të shkojmë në xhami, do të lexojmë Kur'an, nuk shkojnë në diskotek, nuk luj kock, nuk mbushin një tiket të futballit që i mbushin trit, fatkeqësisht. Sot ti do të jesh i nënçmuar, i përbuzur, smervesht, nuk din të kënaqet, si a din rendin dunjas. E të qëndrosh stoik në këto mësime kërkon sabër. Mirë po, ai cili bën sabër, vërtet fundi i mirë do të jetë për sabërlit. Çfarë ndodhi me Karunin kur ai arriti kulmin e pasurisë, kulmin autoritetit dhe kulmin e pozitave në qeveri? Arriti kulmin. Krejt, çfarë kishte, kulm ishte. Dhe çfarë bëni? Vazhdoj të shtyp la ilaha illallah. La ilaha illallah. O vëllezër, vazhdoj të shtyp
popullin e tij, vazhdoi me padrejtësi, vazhdoi me arrogancë, vazhdoi me mendjemadhësi, vazhdoi me tallje. A e dini ku ishte fundi i tij? Hajde ta dëgjojmë ku është fundi i të pasurve që vazhdojnë me padrejtësi, që vazhdojnë me zullum dhe që vazhdojnë me arrogancë. Çfarë tha Zoti? Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Kështu që ne e bëm bashk pasurin, shtëpit e tia, edhe i shafum brenda në tokë. I gëlltiti toka, la haule wala quwwata illa billah. O lezër, nuk tregojm pralla pash Zotin. Nuk jam gjitur këtu të tregoj pralla. A shihni se jam të lexu ajete kuranore. Këtu në ajete kuranore, Zoti flet kështu, na jep mësim, na jep shembuj për ne. Hajde njerë, ta mendojmë mirë, na gjallëron e shpirti, unë ku jam, ku e kam gjallin, ku e kam vajzën, ku e kam vllaun. Le ta ndjejmë këtë, o vëllezër, kjo ka ndodhur. Shembull e ka bë Zoti, për çfarë na thot neve, o vëllezër. E gëlltiti, o burra. E gëlltiti me krejt, tu qonë që kështu e shifni, mund ta paramendoni gjithat pasuni që e përmendim prej parës, si gjysore gati. O krejt e shifshe, për një sekund nuk e pa, u gëlltit. Shkoj poshtë në tokë, shkoj u hup, u zhduk. Ka ndodhur kjo. Kush e ndalën Zoti më ndodh edhe sot. Pse s'ka ndodhur? Plot herë ka ndodhur. Hajde vëmë gishtin në kokë, edhe marrim mësim e t'japim prioritet atyre që duhet me dhënë prioritet. Fema kana lahu min fi'atin yansurunahu min duni Allahu akbar. Asnjë grup nuk mundi ta ndihmoj Karunin në zhdukjen e tij. Askush, përveç Allahut. Wa ma kana min al-muntasirin, kështu që ai humbi dhe përfundoi pa mos i ndihmuar atij askush. Thot Allah, wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wa ka'anna Allah yabsutu ar-rizqa liman yasha. Allahu akbar. Kur e pan, ishin dy grupe të diturit edhe ata që ishin mbas pasurisë, që nuk jepnin prioritet ibadetit, adhurimit, të realitetit, po jepnin arrogancës me një masisë të pasurisë. Çfarë tha Zoti? Ata që ju pëlqeu sistemi i tyre, kur e pan se si përfundoi, thanë, o, mjerë për atë, Zoti jep ati që don, sa don ai, dhe ati tjetrit ja ndalon atë sa ndalon ai, o ju qadder, ja cakton sa don ai. Lawla an manna Allah alejna le khasafa bina. O, sa keq, na kishte dhënë neve dhe të ndodhte kjo që ndodhi me atë. Wa ka'annahu la yuflihu al-kafirun. Vërtet nuk shpëtojnë jo besimtarët. Pastaj thot Allah, tilka darul akhirati naj'aluha lil ladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Për atë merrni mësimin. Ne ja japim kinatësit, mirësit, më të mëdhaja që janë të ahiretit, atyre të cilët nuk janë arrogant, nuk bëjnë prishje dhe pislëqe me pasurinë e tyre, dhe që janë të devotshëm. Wal aqibatu lil muttaqin, vërtet fundi është për të devotshmit. Lutë Allahun e lartësuar me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, na bëj neve të pasur. Ti bëj fëmijët tonë dhe mbar besimtarët të pasur, mirë po të na bëj në të njëjtën kohë edhe ata të cilët me pasurinë e tyre e blejnë ahiretin dhe kënaqen brenda kufive të Allahut të lartësuar. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.